Një përplasje mes investitorëve në aeroportin e Vlorës, çka sipas edhe çfarë kemi parë në media, duket sikur grupi i punës i kompanisë Bexhet Pacollit, investitor me sasinë më të madhe të kuotave në këtë koncesion, pengohen të hyjnë brenda nga punonësit e, le të themi, aksionerit tjetër, Valon Ademit. Tani, Langozi, e kuptojmë do të pak bashkë se çfarë po ndodh në të historinë e aeroportit të Vlorës, një histori që më duket ka shkuar në SPAK, ka shkuar dhe Pacolli në SPAK. S'po e kuptojmë do tash, ma shpjegon pak? Është një histori që këto dy kompani ka marrë përsipër ndërtimin e aeroportit të Vlorës dhe ky aeroport në fund të ditës i ngelet shtetit shqiptar dhe është nën monitorimin e shtetit shqiptar. Problematika të tilla të cilat një person apo një kompani nuk futet dot në aeroport, për mendimin tim është faji i shtetit shqiptar i cili ka detyrë mbikëqyrjen e komplet investimin në këtë aeroport. Gjë që jo vetëm se shteti shqiptar ka qenë inekzistent, por edhe ka sjell pasoja të rënda në këto investime që aktualisht ne nuk i kemi përfituar. Të mos harrojmë që kjo licenca apo kjo patent që është dhënë në këtë aeroport nuk është e tyre, ata e kanë thjesht në përdorim. Ajo i përket shtetit. Dhe shteti këtu duhet të ketë një rol katalizator dhe regulator që të ndërhyjë në stabilizimin e gjithë situatave. Dhe nuk mund të bëhet vetgjyqësie të shikojmë estradë me pasurinë tonë kombëtare. Por ajo që unë dyshoj, tu diskutohet për fonde të cilat mundet dhe të jenë tjetërsuar në arsye korruptive që ngelen për të parë. Sepse në çdo prokurim publik, në çdo punë publike që bëhet në Shqipëri, ne kemi parë afera të mëdha korruptive, gjë që edhe këtu unë them që do jetë një ndër dosjet më të mëdha që do ketë shteti shqiptar apo prokuria posaçme, po se sa e gatshme do jetë që ajo ta vendosë përpara përgjegjësisë këtë çështje ngelet për tu vlerësuar në vijim. Unë mendoj që prokuria posaçme ka pasur detyrimin ligjor të hetonte sa më shpejt. Ne nuk mund të presim hetime me 10 vite që të marrim investimin ton, të marrim të drejtat tona, ajo patent të vazhdoj të funksionoj, aeroport vazhdoj të funksionoj, pra këtu kemi parë çështje që zgjasin me dekada. Dhe çfarë drejtësie mund të presim ne pas 10 vitesh kur aty është shkatruar çdo gjë. Kështu që unë vlerësoj që përveç se shtetit dhe institucionet e drejtësisë, kjo çështje më bën gati një vit, hetimet në kodin e procedurës penale janë përcaktuara që duhet të jenë vetëm 3 muaj dhe duhet ishte dhënë një rezultat, se çfarë veprimesh ka aty për të verifikuar kaq shumë sa që mbahen zvarritën e tjerë. Pra këtu ka dikush më lart. Dhe unë vlerësoj që ky Edi Rama nëpërmjet mekanizmave, edhe këto ambasadorët që ne folëm pak më parë, apo linjave të tij që ka me prokurinë e posaçme, ndikojnë për mos ta çuar përpara drejtësisë të çështje, sepse dikush nga këta persona ka të drejtë dhe dikush nuk ka. Apo janë të dy fajtor. Drejtësia do të flasë, do të thojë fjalën e vet. Nuk mundet që ne të ngelemi peng e një çështje penale që nuk shkon përpara drejtësia. Është faj drejtësisë dhe në këtë rast. Kështu që ne nuk mund të pranojmë mungesë hetimesh apo gjykimi në një kohë të shkurtër dhe të presim 10 vite për të gjykuar këtë çështje. Kështu që vlerësoj që shteti shqiptar duhet marrë frenat në dorë dhe duhet të vëjë përpara përgjegjësisë ato persona që bëhen pengesë për këtë çështje. Faleminderit Langozi. Zhdima, si shikon tani çështjen e aeroportit? Shen ndonjë histori të zezë, po them aty të errët që ne nuk po e kuptojmë dot, që fshihet mbrapa gjithë kësaj historie, mbrapa kësaj përplasje? Ne duhet jemi realistë tek opinioni publik dhe gjithmonë në raport me të vërtetën duhet themi ashtu siç është ngjarja. Ngjarja është krejtësisht politike, është një premtim elektoral i zotit Rama dhe ky premtim elektoral u bë pas studim thjesht për shkak se zoti Rama ishte politikisht ideatori i parë të bënte aeroportin e Vlorës. Po siç ndolli kjo ngjarje, është krejtësisht ky fakti këtu, që tregon qartëzi, pa studim, pa një seriozitet, pa certifikim. Dhe sigurisht partnerët tanë gjerman, por edhe amerikan, po sidomos gjerman, kanë rezervat e tyre për shkak se aeroportet dhe portet duhet të kenë një klasifikim të qartë dhe një certifikim
të qartë ndërkombëtar. Pra, nuk bëjmë një SHPK, nuk bëjmë një premtim për gjëra që janë në geopolitik, gjëra kryesore të shteteve partnere, siç është Gjermania në rastin konkret, që ka kompani serioze që bëjnë ndërtimin e tyre dhe bëjnë edhe në fund fare certifikimin për çdo aeroport dhe port në çdo vend që ata ndërtojnë. Në rastin konkret, ju shikoni mirë një pazar ose më mirë një marrëveshje fillimisht dhe pastaj nga marrëveshja pazari, por në pazar e sipër shikojmë që ortakët me njëri tjetrin apo ata të cilët kanë marrëveshje me njëri tjetrin kanë goditur interesin që është joni, çfarë buxheti jon si një vend i cili duhet të garantojmë tek investitorët që ato çfarë investojnë ti marrin ose ato çfarë ata japin për investimin të jepet pas një kohe të caktuar pasi ata të kenë mbaruar punimet. Këtu shikoni qartazi se si është ndërhyrë tek ndërtimi i një aeroportit dhe si ne sot po shikojmë qartazi që nuk ka pasur asnjë vullnet politik të qartë për të dhënë një situatë të tillë rrugëzidhje, sepse ne shikojmë që zoti Rama është futur edhe tek aeroporti i Vlorës dhe është treguesi i qartë që ka një goditje midis investitorëve. Tani, Nën kupton kjo gjë që zoti Rama ka përdorur zotin Pacolli dhe rasti i tillë është shumë i thjeshtë që të kuptohet që asnjë kompani, edhe një herë po e them, asnjë kompani që nuk ka një certifikim të drejtë dhe të denjtë në tregjet ndërkombëtare, sidomos në Gjermani dhe në Amerikë, nuk mund të bëjë një aeroport ku nuk ka marrë certifikim. Ky është shumë e qartë për njerëzit që dinë të kuptojnë tregun ndërkombëtar. Tani vim te tregu lokal. Zoti Rama mendon që edhe aeroporti, edhe porti mund të bëhet si puna e akshit. Kështu mendoj edhe. Kisha dha gabofsha. Ju komentoni nga poshtë dhe më thoni korrigjoni. Tani, unë dua të kuptoj, në të vërtet aeroporti u bë për këtë goditje? Pra për një konflikt midis ortakësh? Ose këtë s'po kuptoj pra çfarë ndodha që është. Apo po sepse aeroporti ishte një plan tjetër dhe në devijim, në kthes duhet të bëhet një plan tjetër më i errët se kaq. Tani, në rastin e të kishim prokurori, si ajo e zakonshmja, me atë të posaçmen, duhet të kishin hetuar në kohë reale. Një konflikt investitorësh në një pikë kaq shumë të rëndësishme që është aeroporti, nuk kërkon kallëzim penal të gatshëm nga pala armike brenda partisë. Aeroportin le ta marrin, thot Pacolli, unë nuk dua të luftoj me shtetin. Shteti ka fuqinë e vet dhe mund ta përdorë si doj. Por mënyra se si po përdoret kjo fuqi është jo ligjore dhe e papranueshme për një vend që pretendon të jetë shtet ligjor. Çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, koha do ta tregoj pa merak. Ku je futur thuaj investitorit, shko, duhet të ndajmë shtetin nga pushteti. Po nuk bëre ndarje, mbaroi puna. Shteti zotëri do vazhdoj të qëndroj për shekuj me radhë. Pushteti ndryshon her pas here që komandon shtetin. Tani thuaj zotit Pacolli, shteti është gjë tjetër zotëri. Ai që ti ke bërë marrëveshje fillestar është pushteti, është Edi Rama. Nuk është Edi Rama, është ai që ka emëruar Edi Rama. Me çfarë marrëveshje ke bërë ti këtë gjë? Pavarësisht se ke bërë me nënshkrime, pra marrëveshje të kontratave. Kush të dha sinjalin që të shkosh? Tani të lutem, tani në Shqipëri jemi ne. Ti e ke pa shumë mirë aeroporti i Kukësit, mos gaboj unë, a erdhi zoti Pacolli në Kukës, mos gaboj me avionin e tij, mos gaboj, i pa certifikuar? Mirë? Jo, ka ulur në Vlorë atë, ka ulur në Vlorë. Jo. Se nga jo erdhi një avion nga erdhi me avionin e tij, është në Vlorë. Ndoshta. Jo, ishte edhe në Kukës, po. Se di me avionin Air Albania, po. Ka pra, ti zotri ke bërë një marrëveshje me këta, politike flas. Pse? Sepse ti je konsultuar me zotin Rama dhe vetë ai e pohoi. Jam konsultuar me zotin Rama. Pra, mos ta çojmë tek shteti, se tek ne është prokurori, qa futën burg? Pa pse, unë do t'i pagoj, shteti. Or ty taksat edhe mu taksat, shteti mi merë. Pra pagojmë.
Pavarësisht se nuk japim direkt lekët, japim me vonesë në kuptimin kur vjen afati me i pagu. Por e vërteta është kjo që ne duhet të sqarojmë tek opinioni publik. Jo zotëri, zoti Pacolli nuk e ka problemi me shtetin shqiptar. E ka pikërisht me pushtetin që pati marrëveshje tregtare. Ti po thua që ja futi pushteti? Po pushteti ja futi, jo shteti shqiptar, më zotëri. Du ta kuptojmë edhe një herë, të bëjmë një ndarje midis shtetit dhe pushtetit. Shteti qëndron, pushteti lëviz. Tani na kanë ngecur në 2013 deri më sot, që është i njëjti, po është janë të njëjtat figura. Është i njëjti kryeministri. Të thos zoti Pacolli, zonja Balluku apo zoti Rama, zoti Zhllima apo zoti Bora. Shumë i thjeshtë kjo. Zhllima, faleminderit. Langozi, është paralajmëruar që mund të shkojnë dhe në Strasburg kjo çështje nëse nuk rregullohet tu. Tani çfarë kosto ka gjithë kjo histori? Ku do na çojë aeroporti i Vlorës? Kostoja do jetë dosja Begeti 2, e cila do ketë pasoja të rënda për shtetin shqiptar, si gjithmonë, sepse më i dobti në këto raste është shteti jon. Prandaj them unë që ne duhet të ndërhyjmë, shteti jon duhet ndërhyjë në zgjidhjen e këtij problemi. Se në të kundërt do kemi një dosje e cila do rëndojë mbi taksat e shtetasve shqiptar, për tekat e kryeministit. Mos harrojmë, para se të merresh të hapesh, të fillon të kjo garë, Bexhet Pacolli ka qenë në zyrën e kryeministrit dhe ne këtë e dim, kemi foto e video, janë publikuar. Kështu që si mundet ne të mos dyshojmë? Si mundet kryeministri të bëj pazare pa e kaluar më parë, pa e trajtuar me grupet e interesit, me njerëzit, se ai del thot, unë do bëj, se edhe Enver Hoxha bënte parrulla një kohë, po u fshin. Edhe kryeministri jon thot që po e bëj unë, por nuk po e bën ai. Po e bëjmë ne, jemi ne, qytetarët. Jemi ne që duhet vendosim për çdo lloj qindarke që duhet shkojë, ku duhet shkojë. Se kjo është e gabuar këtu. Ne duhet marrim frenat e shtetit dhe duhet që ai ligji që duhet të merret dhe opinioni publik nuk ekziston këtu te ne. Po sa konventa janë që duhet të merret opinioni komunitetit i vendit ku investohet. Në asnjë rast ne nuk kemi parë, çdo lloj prokurimi publik nuk trajtohen të tilla raste. A ka interes publiku këtu? A është në proporcion të drejtë investimi me përfitimin? Pra ne nuk kemi trajtim. Del flet kryeministri në fushat, u bë prokurimi publik te, po pse kështu funksionon shteti? S'është ai shteti jo. Prandaj them që këtu te ne kjo dosje do shpërthej dhe unë mendoj që kjo do jetë dosja Begeti 2. Dhe do kemi goxha vlera më të mëdha se dosja Begeti. Kështu që ato në fund fare do t'i paguajnë taksa pagues shqiptar. Pra, po ti kishim ato në 150 milion euro që mori Begeti shtetit, a do kishim pensione më të mira, a do kishim spitale, a do kishim shkolla. Ku janë ato lekë? Se nuk investohen te pensionistët që janë me 100.000 lekë të vjetra pension, që si dalin për ilaçe. Sepse Begeti mori taksat tona. Sepse një kryeministër dhe një kryetar bashkie i çoi mesazh. I tha, shiko se do të shkatroj biznesi. E njëjta gjë po ndodhe këtu. Kjo çështje do kaloj sërish politike, keni për ta parë, sepse jo pa qëllim është futur Bexhet Pacolli në zyrën e kryeministit. Çau diskutua aty. Nuk është pronë private aty, nuk është restorant sofra e riut. Është kryeministria. Dhe çfarë diskutohet do të ketë protokoll. Si mund të shkojë dikush pa protokoll në zyrë? Si mund si vajten, si na loa në zyrën e kryeministit pa protokoll më? Kjo është çmenduria ton. E përdor zyrën e ai për tekat e veta. Edhe duam ne pastaj të kemi pensione, të kemi spitale, të kemi rrugë, të kemi infrastrukturë. Asgjë nuk do kemi. Sepse përderisa këtu nuk ka protokoll, nuk ka rregull, nuk ka opinion të publikut, a duhet investohet apo jo? Ai del edhe thotë dhe kam bërë unë namin. Çka ke bërë ti më burr? Ne e dim shumë mirë, po vdes njerëzit na kanceri, s'kan ilaçe. Kemi prindër gjithë. Po mos i blejmë ne ilaçe, do vdesin. Se nuk i del pensioni atyre. Dhe të gjithë na fëmijët, dhe me të drejtë tha edhe prefekti i Tiranës, që ne jemi kom shqiptar, ta mbështesim njëri tjetrin se tjetë për shtetin, mori lumi. S'ka këtu punojnë për interesa personale, për interesa të krimit organizuar. Sa tendera, sa prokurime publike ka marrë krimi organizuar, sa janë hetim, sa janë çuar përpara drejtësisë. E presim ne na 10 prokurorë që shantazhohen amgjesin darkë nga politika, nga kryeministri.
Që nuk në një anë jap dhe drejt atyre. Jap dhe drejt dhe prokurorëve, sepse aq janë 20 persona. E presim të bëjnë Shqipëri 20 vet. Nuk bëhet. Sepse kemi organizatë kriminale që punon për interesat e krimit të organizuar. Edhe unë jam kundër dhe ajo, por rikthehem pak më mbas te çështja e Akshit. Nuk mund të jetë të dhënat personale në dorë të as të Amerikës, as krimit të organizuar, as subjekteve private. Aq të vështirë ka shteti shqiptar të marrin specialistë të punësojë. Etiketa ty, ti kontrolloj vetë, ti ket vetë në administrim. Shikone, nuk na mungojnë specialistët. Për këtë jam i bindur. Këtu ka Langozi, këtu ka djem dhe vajza, fantastik për çështjen e teknologjisë, mjafton që të kenë një rrogë të mirë, të vendosin projektet parë dhe unë të garantoj që ndoshta edhe me bashkëpunime me kompani serioze të certifikuara, këtu bën mrekullira. Këtu çështje vullneti, pastaj. Çfarë bër me këtë Durana Park? Me Durana Park çfarë është bër? Pa kuptoni se sa fonde, sa grabitje kanë në Shqipëri. Pa fund. Sepse është ajo që ne themi, del kryeministri do ta bëj këtë dhe ngrihen 700 servila, hajde ta bëjmë. Edhe pastaj përballen me prokurorin. Edhe fund fare nuk e tregojnë as shefi se pretendon se shefi do t'i mbrojë. E del shefi bën 2-3 deklarata politike siç la në Burger Jon Velien e tjerë. Kjo çështje e radhës që ne diskutojmë të bëhet edhe një shtim këtu të lutem. Po. Rama bëri, po hajde, premtoi Air Albania. Ku është Air Albania? Kush e Albania? Avioni? Ngeci. Avioni. Po. Rama, çfarë bëri pastaj? Pse nuk hetohet kjo Air Albania të drejtë ka? Pse nuk hetohet? Pse nuk hetohet Air Albania? Ku është? Ku është prokuroria posaçme? Ku është ambasadori? Për çfarë morën avionin dhe për të udhëtuar kryeministrin? Edhe është e drejtë dhe tema që ngriti. Pas Air Albanias kemi aeroportin e Kuksit. Kur? Qa bë, ato lek, qa u investuat, qa u bë, zbret në i avion, po zbret, të është i certifikuar, njerëzit janë të siguruar apo jo? Vetëm plumba zbresën atje. Pastaj. Për panelet diellore tani. Po. Pastaj, po, mos them që të bëhet ndaj kull atje, po gjithsesi hajde mos paraqgjykojmë se pastaj na thënë. Nuk ka banor Kuksi për kull. Jo, ka larguar, nuk ka nevojë. Okej. Ngeci ajo ngecëm. Kemi rastin e Akshit që ishte investim që ne do bëjmë namin dhe kështu, ngeci dhe ajo tek drejtësia e tij. Pra, të çdo projekt që ka bërë zoti Rama ka ngecur. Tani, në rast se prokurorët janë të pavarur, të hetojnë. Unë nuk them të arrestojnë, të hetojnë. Nuk i ndalojmë, po jo të hetimet i bëjnë selektive. Jo pasi bjen fatura këtu e rënd, e kripur, kujtohen edhe thënë, na sillni ju kallëzime ne që të fillojmë në hetimin. Po çka ke aty ti? Por unë kam hall se po ja u marrim shpirtin si shtatë Langozi se 10. Edhe një herë po ju them. Ore le të jemi 20 më i bëjmë edhe 50, po e kupton që s'kan vullnet. Pse më beson 20 prokurorë që mashtrojnë popullin shqiptar? Këtë nuk e kuptoj unë. Janë 20 mashtrues. Kaq që ke shumë të thjesht kjo. 20 mashtrues. Mashtruesi ke marr? Jo, Shlima, jo. Te Kuksi, ku i ke? Propaganda mëngjesintar. Janë kthyer si Partia Komuniste njëherë në kohë. Te Air Albania, ku i ke? Ku i ke mër zotri? Ore, ku i ke? Dosja Balluku 2021 aty, zvarit 2025 kujtove që Balluku pas ka problem? Po tigrat i ke aty, mor, tigrat i ke aty, si nuk e ke jetuar, mo? Dosja Olta Xhashkës, ku është dosja Olta? Ku është ajo, po bravo e tetra, se harrova të tërë. Ku është Olta, mo? Ka po parat mode për para spakut, dhe nuk kukuzoasi një të bëjnë diçka. Ska për penale, ta mbyllim, se mbajnë peng. Bravo, ta pushojnë. Ta pushojnë, bravo, të vendosin pushimin. Për Olta është groj mirë. Jo, më falë, bëjnë ndërhyrje. Mos ta pushojnë çështjen. Akuzën e dyshuar ndaj Olta Xhashkës. Ta pushojnë. Po të paktën të dalin me një vendimarrje. Jo mua të pa bëjnë aty, parat mode, ku shkoj sot të spaku dhe kush dol nga spaku dhe sa orë ngënej të spaku. Dhe jo të përdoret formati drejtësisë në parim si një format që vin nga 1944 në vazhdim. Prandaj them, çdo projekt që është prekur nga Edi Rama ose është propozuar nga Edi Rama, e kemi disfatën Begeti 2. Okej, mirë. Me të drejtë tha kolegu. Okej,
Perfekt, mirë, unë jam I bindur që pjesa më e mirë e investimeve që ka pasur vendi ynë ka qenë e pamundur që mos të kalojnë në duart e SPAK dhe janë shumë investime dhe janë pak prokurorë. Jo, ka dështuar.